Analisti Lulzim Veliu na bashkohet në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë nga Gjermania. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne dhe faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Veliu, meqense u diskutua shumë dhe me këtë do doja ta nisja, një takim ku nuk është folur vetëm për qeverisjen lokale me zotit Kurti dhe kandidatit për kryeministër zoti Bedri Hamza. Çfarë është diskutuar në mendimin tuaj? Po, në bazë të deklaratave të drejtëtarishme që kemi dëgjuar, është diskutuar për projektet komunale, për projektet të cilat qeveria e Kosovës i ka për komunën e Mitrovicës. Mirë, po unë jam mëse i sigurt që në këtë takim ka pasur bisedime edhe për nivelin qendror, pra pasi që zoti Hamza ka qenë edhe kandidat për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës. Unë mendoj se bisedat e tilla, takimet e tilla duhet i shohim si pozitive dhe unë mendoj se një gjë shumë pozitive për vendin të ishte sikur të ishin më të shpeshta, të ishin gjithë përfshirëse në mënyrë që të arrihet dhe të krijimi i një institucionit të Kosovës, pasi kemi kaluar tani 3 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve dhe Kosova ende është pa institucione. Nuk kemi ende të konstituar as edhe parlamentin e Kosovës dhe e gjitha kjo është në dëmin e Republikës së Kosovës, është në dëmin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ndoshta një gjë e tillë mund të shkojë për shtatë vetëm disa individëve brenda subjekteve politike apo ndoshta edhe liderëve politik të cilët janë të etur për pushtet dhe për pozita drejtuese në Republikën e Kosovës. Ka nga ata që mendojnë se zoti Kurti ka frikë nga një qeveri e tillë, pavarësisht se do të zgjidhet të gjitha ngërçet të paktën për pushtetin, qoftë në konstituimin e kuvendit, qoftë në miratimin më pas të qeverisë edhe brenda fateve 2 javore të paracaktuara nga kushtetuta, apo duke menduar edhe pas një viti për zgjedhjen e presidentit. Pra, një aleancë LVV PDK do të zgjidhet çdo ngërç. Por a do të ishte përsëri Albin Kurti veç frikës për rrjedhjet e votave në zgjedhjet e ardhshme, do të ishte përsëri Albin Kurti kryeministër, nëse zoti Hamza është kandidat për kryeministër, ja lejon këtë post Kurtit, por në këmbim të çfarë më pas? Po, unë mendoj se këto janë çështje të diskutimeve që mund të bëhen apo duhet të bëhen brenda subjekteve politike. Është shumë normale që çdo subjekt politik që bëhet pjesë e një koalicioni qeverisës dëshiron që të ketë pozita më të shumta dhe më të mëdha. Edhe meqense se në këtë rast kemi edhe pozitën e presidentit në lojë, pra që pas një viti do bëhet zgjedhja e presidentit dhe zgjedhja e presidentit mund të bëhet vetëm me votat e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Vetëndosje, se çdo koalicion tjetër nuk e arrin numrin 80 pra 2/3 e kuvendit për të zgjedhur presidentin si të vetë, pra do të ishte një mundësi e mirë, pra dhe do të kishte po deshen gjithmonë, po në qoftë se kemi vullnetin e njerëzve brenda këtyre subjekteve politike, duke filluar nga zoti Kurti që me numra është shumë më i madh se 2 partitë të tjera përcjellse, por edhe të Partisë Demokratike. Unë kam preferuar gjatë gjithë kohës që dhe jam munduar që ta përcjell këtë përmes mediave të ndryshme si në Kosova ashtu në Shqipëri, që është momenti i duhur që Kosova të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse, qeveri e cila do të jetë e gatshme për vendime të rëndësishme, duke filluar nga presidenti që nuk mendoj se është vendim i atyre të rëndësishme, por është vendim që nuk bëhet pa numrin të pasur 80 deputet në sallë, e për të vazhduar pastaj edhe me dialogun që kemi të hapur tash sa kohë edhe me Serbin, një gjë e cila mendoj se duhet të mbyllet gjatë këtij mandati qeverisës. Pra dhe si të tillë nuk mund ta mbyll asnjëra nga forcat politike si e vetme. Një mbyllje të gjithë kësaj negociate dhe arritje një marrëveshje që do të ishte e pranueshme, do të arrihet vetëm në qoftë se një gjë të tillë e pranojnë, pra është përshëndetet dhe përkrahët nga të gjitha subjektet politike. Pra as Vetëvendosja, as Partia Demokratike e as Lidhja Demokratike si të vetme një gjë të tillë nuk mund ta bëjnë. Pra nevojitet një koalicion i cili do të jetë i fuqishëm, do të ketë numrin mjaftueshëm dhe do të ketë mundësinë për vendime të tilla. Zoti Veliu, ne e nisëm me këtë takim me zotit Kurti edhe Bedri Hamzës, sepse ishte takimi i parë mes tyre dhe pse vjen në cilësinë e kryetarit komunës nga ana e zotit Hamzaj, por në një intervistë për Radio CNN, zoti Lima i shprehur i gatshëm, sikurse edhe më herët e ka thënë për mediat në Kosovë, por ka qenë konkret kur ka thënë që jam gati të bashkoj votat me Albin Kurtin për konstituimin e kuvendit, pra për zonjën Haxhiu,
pa kërkuar asnjë post në qeveri. Ndërkohë sot e kishte mundësinë zoti Limaj pas kësaj interviste ta provonte që 3 vota e tij mund shkonin në favor të LVV sot dhe kandidaturës së zonjës Saxhiu, por prap nuk e pam dhe pam dështim për seancën e 30 në radhë. Ka në mendimin tuaj diçka mes Kurtit dhe Limaj që ne kemi ende të paqartë? Po, zoti Limaj që nga futja në parlament është shprehur i hapur dhe i gatshëm të bashkëpunoj me të gjithë ata që arrin numrin për të krijuar qeverinë. Pra, ai ka thënë se unë do të jemi gatshëm të jep votat si pozitës ashtu edhe pozitës. Pra në një farë mënyre shihet si një nga më konstruktivet si një nga forcat më konstruktive në këtë rast çfarë ndodhet situata në Kosovë. Mirë po, në këtë rast, pra kur bëhet fjalë për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit, zoti Limaj i është ofruar lëvizjes vetëvendosje për një koalicion dhe nga ai koalicion ka kërkuar që zoti Limaj të jetë udhëheq i parlamentit, pra të jetë kryetari i parlamentit dhe një gjë e tillë ka qenë e papranueshme pra për lëvizjen vetëvendosje dhe për kryeministrin Kurti dhe pikërisht është kjo që ka ngjecur në mes të këtyre dy figura politike apo në mes të këtyre dy subjekteve, por që në fakt, në qoftë se do i futemi dhe i trishojmë gjërat me hollësi, prapë se prapë nuk do të arrijë numrin 61, pasi që lëvizja vetëvendosit deri më tani ka arritur të siguroj vetëm 55 ose maksimum 57, me ato të zotit Limaj do bëhen 60 dhe nuk do të jetë mjaftueshme as zgjedhjen e kryeparlamentarit as edhe të qeverisë. Pra, përveç zotit Limaj, zotit Kurti i nevojitet edhe dikush tjetër për të krijuar qeveri. Po, nuk është pak e çuditshme kur thotë që jam gati të jap votat e mia për të zgjidhur krizën dhe nuk kërkoj asnjë post në këmbim. Po, nuk e di tash, unë mendoj se ai mundohet të tregohet i gatshëm për çështjen e Kosovës, siç është bërë traditë dhe zakon të subjektet politike, për çështje kombëtare, për çështjen e vendit, e në fakt tani ka ngecur puna aty, por e thash edhe më herët. Edhe votat e zotit Limaj nuk do t'i mjaftojnë zotit Kurti për krijimin e qeverisë. Pra, patjetër nevojitet një koalicion më i madh dhe gjëja më mirë që mund t'i ndodhte Kosovës do të ishte koalicioni lëvizja vetëvendosje me Partinë Demokratike, pra koalicion i cili nuk do të ishte vetëm për një vit, por do të kishte mundësi të çojë mandatin deri në fund, pra një mandat 4 vjeçar. Pasi çdo koalicion tjetër do të ngecet pikërisht në prillin e vitit të ardhshëm kur është koha për zgjedhjen e presidentit. Pasi që të dy forcat, pasi që me një parti më të vogël nuk do të mjaftojë numrat për zgjedhjen e presidentit dhe mos zgjedhja e presidentit e shpërndan parlamentin. 2 momente të fundit dua të ndaj me ju zoti Veliu. E para, i ka ardhur në maj të hundës qytetarëve, nëse mund ta themi shqip dhe troç, nga ajo se çfarë po ndodh me kuvendin e Kosovës, pra ka patur edhe protesta të organizuara para dyerve të kuvendit me qytetarët që shprehen ju kemi dhënë votën për të na qeverisur. Dhe çfarë po bëni, ka më shumë se 4 muaj me institucione në detyrë, me një qeveri në detyrë, me deputetët e rinj të cilët e marrin rrogën normalisht, dhe këtu dua të kujtoj pak edhe incidentin e një dite më parë me kryeministrin Kurti që u godit në Skënderaj me vezë dhe me 3 truproja të tij, të cilët janë pezulluar për momentin se nuk arritën të ndërhynin dhe të vepronin në kohë. Çfarë po ndodh, me thënë, mos po e humbin të gjitha palët pak besimin e qytetarëve që në zgjedhjet lokale të tetorit pastaj të mos dalin siç dolën për 9 shkurtin? Po unë mendoj se dalja e qytetarëve të Republikës së Kosovës në zgjedhje, edhe në zgjedhjet e kaluara nuk ishte e kënaqshme. Ishte një numër jo shumë i madh siç ndodh në vende, për shembull në Gjermani kemi pasur daljet në 80%. Ndërsa me gjëra të tilla unë mendoj se do të ketë humbje për të gjithë, pasi që elektorati i Kosovës gjithnjë më shumë është i pakënaqur për fatin tonë të keq, sikur nuk e kanë në kokën e tyre apo në mendjen e tyre se është momenti që të revoltohen, është momenti që të protestohet, është momenti që t'ju tregohet vendi edhe atyre që ju kemi dhënë votët, se vota ju është dhënë
për të qeverisur e jo për të takuar çdo dytën ditë me nga 5 minuta tentativë për seancë dhe për të përshëndetur pastaj. Është tentativa e 30 për të mbajtur seancën konstituive. Ky është turpi i Kosovës. Ky është turpi i gjithë asaj çfarë është duke ndodhur tani në Kosovë. Dhe mendoj që është momenti i fundit që qytetarët e Kosovës të dalin në rrugë dhe të kërkojnë përgjegjësi pikërisht nga ata që i kanë votuar. Pra përgjegjësi në këtë rast nuk do të bëjmë dallim në mes të pozitës dhe opozitës, por në mes të gjithë deputetëve që tani e kanë mandatin pranë Kuvendit të Republikës së Kosovës. Para pak ditësh në një studio tjetër kam përmendur revolucionin portokallit që ka ndodhur para disa vitesh në Ukrainë. Ndoshta do të ishte forma më e mirë e protestimit kundrejt atyre që nuk e çojnë vullnetin e popullit aty ku për çka janë votuar. Dhe nëse kjo ndodh pafundësisht edhe pas kësaj seance dhe dështimit të 30, janë zgjedhjet lokale dhe mund ta ndëshkojnë edhe opozitën edhe majorancën në lokale, dhe pse pastaj flitet drejt për drejt për administrimin edhe menaxhimin e qytetit edhe jetës së qytetarëve. Dhe diçka të fundit, zoti Veliu, meqense se ishte një lajm. Pikërisht data 12 është e caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë dhe po për fatin tonë të keq edhe me 12 tetor në ato zgjedhje nuk kemi subjekte tjera politike, po pikërisht janë këto që janë bllokuese dhe po bllokojnë Kuvendin e Kosovës. Ato do të ndëshkohen, por në fund të ditës ata nuk do të kenë problem, as nuk do të mërziten fare se ai kishin 1000 apo 5000 vota, por e zën pozitat e tyre dhe i kanë ato privilegjet çfarë përfitojnë si deputet apo edhe qoftë edhe asambleist e kryetar komune. E fundit, zotë Veliu, meqense ishte lajm i fundit pak më parë në mediat e Kosovës, po e lexoja, Albin Kurti u shpreu i gatshëm që të bashkëpunojë me qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi propozimin e presidentit amerikan Donald Trump për të pranuar emigrantët e dëbuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi gati të dialogojmë, të diskutojmë dhe të presim emigrantët pastaj në këmbim të çfarë mbetet për të vendosur në kushtet që përcaktohen nga të dy palët. Çfarë po tenton të bëjë Kurti? Po tenton të josh apo të afrojë në një lloj mënyre Trump edhe Amerikën përsëri në një lidhje të ngushtë me Kosovën? Po, për fatin e keq, ne jemi dëshmitar të marrëdhënieve jo shumë të mira gjatë qeverisjes së Kurtit, si me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me partnerët tanë evropian, e as më keq edhe me Shqipërinë. Ndërsa kjo tentativa e fundit, në momentin kur zoti Kurti është kryeministër në detyrë, më duket që jo e logjikshme, pasi që vendimet e tilla për marrëdhënie ndërkombëtare, por edhe gjithçka që ndodh në Kosovë nuk e ka mandatin për të vendosur, pasi që është qeverisje në detyrë e cila duhet mirët vetëm me administrimin e vendit derisa të kemi kryeministrin dhe qeverinë e re. Kjo është e papranueshme për mendimin tim dhe unë uroj dhe shpresoj që sa më parë të kemi një qeveri e cila do ta mendojë mirë çështjen e emigrantëve për të vendosur me një përgjigje pozitive apo qoftë edhe negative, që unë mendoj se duhet të jetë negative, pasi që Kosova nuk ka kushte të tilla, mirë po edhe në raste të tilla kur ne nuk jemi të gatshëm të pranojmë kërkesat nga vendet e fuqishme, sidomos nga partneri strategjik, duhet të jemi shumë të kujdesshëm për përgjigjen se si do ta formulojmë apo si do t'ju përgjigjemi partnerëve tanë, pasi që ato mund sjellin edhe pasojë në të ardhmen. E fundit, se thashë dhe ishte e fundit kjo për Amerikën, por meqense pas pak do të zhvendosemi atje. Aleksandar Vučić, një vizitë të beftë, të papritur në Kiev. Mërzitet edhe Rusia dhe vjet në dyshim aleanca Serbi-Rusi. Më thuaj pak si e sheh, se duket se kur i gjithë perëndimi do të jetë i përqendruar në Odesa, atje ku do të mbahet edhe një samit i NATO-s, do të jetë pranishme në mos gaboj edhe kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë, zonja Spiropali, sikurse edhe lider të tjerë të Europës. Por Vučić në Ukrainë, çfarë do të thotë? Po, unë mund të them se të gjitha këto janë manovra politike që jemi mësuar tash sa vite me Vučićin. Vučić është një aktor shumë i madh në lojrat e tilla. Para një muaji ishte në paradën e Rusisë.
Në Moskë. Prapë në festat e ruse, ndërsa tani shkon në Kiev pas një vërejtje që është bërë nga Rusia apo pas disa dëshmive që dolen se Serbia ka ndihmuar me armë Ukrainën, është vërtet është e vështirë për ta kuptuar gjithë atë prapaskenat e politikës që i bën Vučići në arenën ndërkombëtare, e sidomos që din të lozë mirë me evropianët, të cilët në asnjë mënyrë nuk po arrin ta drejtojnë në një linjë që t'i tregojnë rrugën Vučićit, ose t'jetë me Evropën, ose të ndërprejnë marrëdhëniet me të dhe t'i bashkohet Rusisë, njësoj siç e ka bërë Rusia Bardhë, një vend mik i Rusisë. Dakor, zoti Veliu, faleminderit shumë për kohën tuaj dhe që diskutuam bashkë për disa nga çështjet kyçe të paktën të orëve të fundit. Ju përshëndes. Faleminderit, ishte kënaqësi. Mirupafshim.